Mirëmëngjesi, energji pozitive. E kaluara në ka lënë dhimbje, që lënë shenja jo vetëm në trup, por edhe në shpirt. Këto dhimbje të lëndojnë kaq shumë, sa ndonjëherë krijohet mlef brenda vetes sonë. Dhe na duket sikur nuk do shpëtojmë dot kurrë nga ky mlef. Por dije këtë, njerëzit që të kanë lënduar nuk meritojnë të jetojnë në zemrën tënde më gjatë se sa duhet. Ti kurrësi nuk do ta lejosh që shpirti yt të jetë në të njëjtin nivel si ata. Sepse ti je personi që zgjodhet të bëhesh shpirt drite dhe mlefi nuk ka vend në shpirtin tënd. Lejoje veten të shërohet. Jo për ata, po për ty, sepse zemra jote meriton paqe, nuk meriton pesh, meriton qetësi dhe jo hakmarrje. Kur I lëshon të gjitha këto, atëherë ti fiton lirin tënde. Atëherë fillon ta kuptosh që e kaluara nuk po të këndon më. Thjesht ka qenë aty për të të mësuar se sa vlen. Uroj që pak nga pak ti pastroni këto dhimbje të së kaluarës dhe të lejoni që të përhapet ajo drita që keni në shpirt. Ju falenderoj me shpirt që më dëgjoni. Uroj të keni një ditë të mbar sot dhe miru takofshim në videot e tjera.